Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në këtë shpjegim të ri. Sot jemi mbledhur këtu për të zbërthyer diçka vërtet magjepse. Do të flasim për atë që quhet oktava e pafundme. E po, në thelb, do të zbulojmë bashkë se si një nga simbolet më të fuqishme të njerëzimit manifeston fuqinë kozmike drejt për drejt në realitetin ton të përditshëm. Është një udhëtim fantastik mes mistikës dhe materiales, ndaj le t'ja nisim. Në rregull, le të zhytemi menjëherë në temë. Numri 8. Tani, mund t'ju duket si një shifër e thjesht matematikore, apo jo? Por nuk është as pak kështu. Është fjalë për fjalë një plan urbanistik i përjetshëm i universit. Që nga traditat e lashta ezoterike deri te alqimia e vjetër, kjo shifër ka qenë gjithmonë, le të themi, çelësi sekret i strukturës së realitetit tonë. Por mistikët e lashtë, ky nuk ishte thjesht një mjet për të numëruar gjërat. Absolutisht jo. Ata e quanin rryma e përjetshme. Imagjinojeni si një energji absolute që nuk ndalet asnjëherë. Ajo qarkullon pafund, transformohet vazhdimisht nga një formë në tjetrën dhe gjithmonë kthehet tek vetja në cikle të pafundme. Është, fjalë për fjalë, pulsi i vet universit, i pamatshëm, i pandërprerë. Dhe për të kuptuar vërtet se sa i fuqishëm është ky numër, thjesht le ta krahasojmë pak me numrin që i paraprin, pra numrin 7. Shikoni, 7 është numri i iniciimit shpirtëror, i kërkimit të brendshëm dhe i asaj urtësisë mistike. Por 8 është hapi i radhës dhe është një hap masiv. Ai simbolizon atë fuqi të vërtet që vjen pas ndriçimit. Pra, është pikërisht aftësia për ta marrë gjithë ato urtësi thelbësore dhe për ta manifestuar drejt për drejt në botën fizike. Është faza ku mendimi bëhet realitet. Kështu, kalojmë te pjesa e parë e kësaj analize. Simboli i pafundësisë dhe karma. Tani, nëse e shohim formën fizike të këtij numri, vëmë re se pasqyron në mënyrë gjeniale thelbin e tij shpirtëror. Provoni ta ktheni shifrën 8 horizontalisht. Çfarë shihni? Ësakt, simbolin e njohur të pafundësisë. Në studimet ezoterike, kjo lakore e pandërprer është pamja vizuale e lëvizjes kozmike. Ajo tregon atë valën e përjetshme midis lindjes dhe vdekjes, krijimit dhe shkatrimit. Është ai rigjenerimi i pashmangshëm që ndodh fjalë për fjalë në çdo fraksion sekonde të ekzistencës sonë. Dhe pika më thelbësore këtu, e cila është vërtet mahnitse, është ligji i karmës dhe ekuilibri universal. Ky parim antik i bie vërtet pikës. Çdo energji që dërgojmë ne në univers, herët avon do të gjejë rrugën për t'u kthyer mbrapsht. Kjo e bën numrin 8 simbolin absolut të shkakut dhe pasojës. Përfaqëson drejtsinë kozmike dhe atë përgjegjësinë totale që kemi për gjërat që manifestojmë në jetën tonë. E dini çfarë tjetër është super interesante? Kjo lidhje me ciklet e fatit gjendet kudo edhe në natyrë. Merrni merimangën, për shembull. Në simbolikën mistike, merimanga me 8 këmbët e saj nuk është thjesht një insekt aty jashtë, por shihet si një arkitekteja e fatit. Ato 8 këmbë përfaqësojnë thurjen e destinacionit dhe ato inteligjencë krijuese të jashtëzakonshme që mban bashk të gjithë rrjetën kozmike të ekzistencës, si një rrjet gjigante që lidh gjithçka. Le të ecim përpara te pjesa e dytë, 8 këndshi në arkitekturën e shenjtë. Ndërsa natyra e bën këtë vetvetiu, me njerëzit e kemi gënthendur këtë numër në gur, fjalë për fjalë. Ktu lind një pyetje vërtet e rëndësishme kur vështrojmë historinë e njerëzimit. Pse forma e 8 këndshit apo oktagonit gjendet në kaq shumë hapësira të shenjta kudo në botë? Nga tempujt misterios të lashtësisë, te xhamit madhështore e deri te baptisteret klasike. Çfarë sekreti të madh ban kjo strukturë? Dhe përgjigja na ilustron në mënyrë fantastike gjenialitetin e simbolikës gjeometrike. E shihni, oktagoni gjithmonë është parë si një urë lidhëse. Kemi katrorin, që përfaqëson thelbësisht tokën dhe rregullat e materjes. Pastaj kemi rrethin, që përfaqëson qiellin dhe mbretërinë hyjnore, ato të pafundmen. Dhe ku ndodhet 8 këndëshi? Fiks në mes. Ai vepron si një portë, një prag i vërtet për kalimin dhe transformimin ton shpirtëror. Kalojmë kështu te pjesa e tretë e shpjegimit ton, ritualet dhe ritmet e natyrës. Tani, ky transformim i vazhdueshëm nuk është ekskluziv vetëm për arkitekturën. Shikoni pak ciklin hënor. Është një nga shembujt më të përkryer të ritmeve kohore në natyrë. Në traditat e lashta pagane dhe mistike, rruga e hënës ndahej në eksaktësisht 8 faza: lindja, rritja, kulmi, rënja dhe sërish rilindja. Këto 8 hapa simbolizojnë në mënyrë absolute ritmin e pandërprerë të kosmosit,
atë vallëzimin e vazhdueshëm të energjisë që mban jetën në lëvizje harmonike. Le të shkojmë te pjesa e 4, rrugët shpirtërore drejt balancës. Filozofitë lindore e kishin kuptuar shumë mirë këtë thellësi të cikleve natyrore, aq mirë sa që e strukturuan të gjithë rrugtimin e tyre drejt ndriçimit pikërisht rreth këtij parimi numëror. Merrni budizmin për shembull, ata kanë rrugën fisnike 8 fishe. Nuk është fare një rastësi që i gjithë udhërrëfyesi për evolucionin e vetdijes është i ndarë në 8 disiplina të ndërlidhura apo jo, duke filluar nga mendimi i drejtë, veprimi i drejtë e deri te përqendrimi. Në thelb, kjo kornizë na thot se kur vetdia jon harmonizohet në këto 8 aspekte, arrim ekuilibrin dhe ndriçimin përfundimtar. Dhe tani jemi te pjesa e 5, ndoshta më e prekshmja për shumë prej nesh, fuqia materiale dhe suksesi. Le t'i lëm pak rrugtimet e qeta shpirtërore dhe të flasim për diçka super konkrete. Feng Shui. E keni dëgjuar besoj. Kjo praktik e ndan një hapësirë në 8 drejtime specifike energjetike dhe çdo drejtim lidhet drejt për drejt në aspekte thelbësore të jetës sonë. Po flasim për gjëra si prosperiteti, fuqia dhe harmonia në shtëpi apo biznes. Është fjalë për fjalë një metodologji briliante për të kanalizuar hapësirën fizike drejt një suksesi maksimal. Për më tepër, e gjithë kjo qasje përputet totalisht me numerologjinë. Në këtë fushë, numër 8 është thjesht numri suprem i suksesit dhe autoritetit. Nuk është vetëm të dëshirosh të arrish diçka, është aftësia reale, praktike, për të ndërtuar, për të organizuar dhe mbi të gjitha, për të kontrolluar energjinë në botën fizike. Është si ta marrësh atë thellësinë shpirtërore dhe ta përkthesh drejt për drejt në autoritet, në sukses dhe në arritje vërtet të prekshme. Dhe ajo që e bën këtë edhe më interesante, është se si reflektohet e njerëzit e përditshëm. Individët që rezonojnë me këtë numër, me energjinë e 8-s pra, janë pothuajse gjithmonë lider të lindur, janë strateg si përmarrës së suksesshëm. Ata kanë një vullnet kaq të hekurt, pikërisht atë kokfortësinë dhe shtysën që të duhet për t'i dhënë formë realitetit rreth teje. Janë ata njerëz që dinë me të vërtet si të lëvizin gjërat përpara. Pra, nëse i bashkojmë të gjitha këto pjesë të enigmës, çfarë na del? Na shfaqet diçka që mund ta quajmë ura e pafundme. Shikoni pak, nga njëra anë kemi mbretërinë shpirtërore, me ligjet e karmës dhe ato ciklet e përjetshme kozmike. Nga ana tjetër, kemi mbretërinë materiale, plot me fuqi fizike, autoritet dhe sukses toksor. Dhe e vërteta është se këto nuk janë dy botë të ndara. Jo, absolutisht jo. Ato janë dy anë të së njëjtës monedhe. Murgjit e lashtë që kërkojnë ndriçim dhe sipërmarrësit e sotëm që kërkojnë të ndërtojnë prosperitetin e tyre, të dyja palët po përdorin fiks të njëjtën arkitekturë universale, thjesht në mënyra të ndryshme. Dhe kjo analizë na sjell në një pyetje mjaft provokuese për ta mbyllur këtë shpjegim. A ka qenë gjithë kjo strukturë e fshehtë e realitetit ton, e fshehur aty, para syve tanë gjatë gjithë kohës? Nëse mendoni për ndërtesat më madhështore të njerëzimit, ritmet e vetë natyrës, apo dhe thjesht ambicionin ton materiale, ekziston një rrymë vetme që lidh materjen me shpirtin. Është një zbulim që sinqerisht ta ndryshon totalisht mënyrën se si e sheh botën. Kështu që herën tjetër që shihni një ndërtesë historike ose po bëni planet tuaja për suksesin e radhës, kujtohuni, gjeometria e pafundësisë është kudo. Puna është, a jemi ne gati ta përdorim atë?